Pasi ta dëgjoni këtë gjithmonë do t'i lani flokët me ujë të ftohtë. Shumë prej nesh kur kemi qenë fëmijë na kanë thënë se nuk duhet t'i lajmë flokët me ujë të ftohtë sepse zë më morra, por të lash flokët me ujë të ftohtë ka një sër përfitimesh. Ju do t'i arrini të gjitha këto thjesht duke i larë flokët me ujë të ftohtë. Larja e flokëve me ujë të ftohtë bën që floku juaj të rritet me shkëlqim, sepse uji i ftohtë nuk dëmton fijet e flokut dhe i bën ato të duken më të buta dhe më të shkëlqyeshme. Kur i lani flokët me ujë të nxehtë, fijet e flokut ngatërohen dhe prishen sepse uji i ngrohtë u heq lagështirën flokëve, kurse uji i ftohtë nuk u heq lagështirën, pra nuk i than plotësisht dhe nuk u heq të gjithë yndyrën natyrale. Gjithashtu, uji i ftohtë mbyll poret e lëkurës së kokës duke parandaluar futjen e papastërtive në brendësi, por nëse e keni të pamundur t'i lani me ujë të ftohtë, atëherë të paktën përpiqu t'i shpëlash me ujë të ftohtë pas larjes, sepse edhe kjo ndihmon.